Pas një viti qeverisje me komunën e Gjakovës nga koalicioni AKR-PDK-LDK, tani mund të konstatohet se shumë nga premtimet nuk janë realizuar, tha kryetari i degës së nismas në Gjakov, Fazli Hoxha, në një konferencë për media. Tani pas një viti, mund të konstatohet se mungesa kushteve elementare të punës në shkollë ekziston, mos sigurimi me kohë i ngrohjes, riparimi disa shkolla pas fillimit të vitit shkollor, hapja me vonesë e konkursit për mesimdhënës, punësimi militantëve partijak, mungesë totale punës së inspektorëve, ndrimi shpesht i drejtorëve të drejtorive për shkak të keqmenaxhimit të tyre. Janë vetëm disa nga dukuritë që e karakterizojnë qeverisjen njëvjeçare të marketingut medial. Hoxha ka shtuar se ka edhe premtime të cilat i kanë mbajtur e para e Gjakovës. I vetmi premtim që është realizuar nga kryetarja komunës është shpallja e komunës zonë e lirë ekonomike nga qeveria. Por çka ndodhi pas shpalljes së zonës së lirë ekonomike? Gjakova e priste ndryshimin që ishte përfolur aq shumë në kohë fshate. Deri me tani nuk ka asnjë ndryshim për bizneset e vogla dhe bizneset e mesme. Kushtet për prodhuesit që kanë për qëllim eksportin nuk kanë ndryshuar. Një problem tjetër i cili po shoqëron komunën e Gjakovës janë qenë të ndacak, e që për këtë kryetaria zgjidhjen e ka parë vetëm në nivel vendi, dhe ky propozim është vetëm marketing medial. Prandaj nisma për Kosovën Dega në Gjakov, shtoi me tutje Hoxha, i propozon kryetarës Mimoza Kusari Lila të ndryshojë qasjen ndaj problemeve serioze me të cilat përballen qytetarët.